I akuzuari Skënder Krasniqi është fajtor. Gjykata themelore e Prishtinës ka dënuar me 24 vite burg Skënder Krasniqin, i akuzuar për vrasjen e F.Z. në fshatin Zllakuçan të Lipjanit në gusht të 2024. Pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, trupi gjykuesit me datë 15/07/2026 merr dhe publikisht shpall në emër të popullit këtë aktgjykim. I akuzuari Skënder Krasniqi, me të dhënat personale si në shkresat e lëndës, është fajtor për vepër penale të rikualifikuar në vrasje, si dhe për veprën penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, andaj gjykata të pandehurën konform dispozitave të kodit penal dhe kodit të procedurës penale e gjykon për veprën penale vrasja, dënim me burgim në kozgjatje për 22 vite. Për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, dënim me burgim në kozgjatje për 2 vite e 6 muaj. Ashtu që të njëjtit i shqipton dënim unik me burgim në kozgjatje prej 24 viteve, i cili dënim do të ekzekutohet në afat për 15 vite nga dita plotfueshmërisë së këtij aktgjykimi. Të pandehurit i vazhdohet masa para burgimit deri në plotfueshmëri të vendimit, por jo më gjatë se sa dënimi i shqiptuar me burgim. Koha e kaluar në masën e paraburgimit i llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim. Gjykata e ka rikualifikuar veprën penale ndaj Skënder Krasniqit nga vrasje e rënd në vrasje. I akuzuari u dënua me 22 vite burg për veprën penale vrasje dhe 2 vite burg për armbajtje pa leje. Skënder Krasniqi akuzohet se me 7 gusht 2024 në fshatin Zllakuçan të komunës së Lipjanit, për shkak të një mosmarrëveshje paraprake që kishte ndodhur mes djalit të tij dhe një të mituri tjetër, kishte privuar nga jeta të ndjerin F.Z. Sipas aktakuzës, pas një debati të tensionuar në obor, në momentin që viktima po largohej, i pandehuri merr thikën nga i mituri dhe me dashje për ta privuar nga jeta tani të ndjerin F.Z. në mënyrë tinzare, nga brapa me përdorimin e thikës e godet 2 herë radhazit të ndjerin dhe i shkakton lëndime vdekje prurse. Në aktakuzë thuhet se i ndjeri F.Z. rreth orës 13:02 dërgohet pa shenja jete në qendrën e mjekësisë familjare në fshatin Magur të Lipjanit, ku konstatohet vdekja e tij. Armët visë thikat sipas dispozitivit 2 të këtij aktgjykimi konfiskohen. Të dëmtuarit udhëzohen në kontest të rregullt juridiko civil për realizimin e kërkesës pasurore juridike. Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 200 euro dhe shumën prej 50 euro në emër të fondit për kompenzimin e viktimave të krimit, të gjithë faktorë në afat prej 15 ditë nga dita plotfueshmërisë së këtij aktgjykimi në kërcënimin e përmbarimit me vonë. Këshilli juridike. Skënder Krasniqi po akuzohet se ka kryer veprën penale vrasje e rënd. I akuzuari ka 30 ditë kohë për t'u ankuar në gjykatën e apelit. Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa në afat prej 30 ditë nga dita e pranimit të aktgjykimit nëpërmjet kësaj gjykate drejtuar gjykatës së apelit. Shkurtimisht, trupi gjykues pas vlerësimit dhe analizimit të gjitha shkresave të lëndës, dëshmive të dhëna nga dëshmitarët në shqyrtim gjyqësor dhe provat materiale të administruara në këtë shqyrtim gjyqësor, ka gjetur se i pandehuri Skënder Krasniqi është përgjegjës penalisht për shkak të veprimeve të tij që quajnë tek vepra penale vrasje. Sot ishte shpallja e gjykimit ndaj të mbrojtërit tim, ku gjykata e dënoi me fillimisht për vrasje 22 vite dhe për armbajtje 2 vite, që do të thotë me dënim unik prej 24 viteve. Ka qenë pak a shumë i pritshëm, ne do të apelojmë kaq. Po mund të ketë për shembull ndonjë zbutje dënimit, po diçka tjetër më shumë.